Vjojmë këto mende me njerë me komunikimin së bashku me temën e ditës në ekran, numri telefonit, numri i WhatsApp për aplikacionit ku mund të telefononi dhe bëni pjesë e programit me video call për me zë dhe me figur, dhe do të shohim në këto momente edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv. Do diskutojmë dje, diskutimi madh, debati madh është fakti që presidenti Begaj dekretoi zgjedhje edhe në Tiranë, në 5 bashkitë e tjera. Okej, nuk është se kishin një specifika apo problematike edhe në Tiranë, në një moment kur Erion Veliaj shkarkimin edhe nga Këshilli i Ministrave ka ankemuar në gjykatën kushtetuese dhe pa e pritur, presidenti dekretoi 9 nëntorin për zgjedhjet e në Tiranë, pa pritur vendimin e gjykatës kushtetuese me një shpjegim që duhet të ankemohet në gjykatën administrative. Këto janë çështje juridike, por akuzat kanë ardhur se le të themi presidenti bën ç'ti thoj kryeministri etj etj. Ne ju pyesim, ju si e vlerësoni, si ju duket që presidenti shpalli zgjedhjen në Tiranë pa pritur vendimin e kushtetueses? Janë në këto momente rreth 260 vota në sondazh.tv, gati 39% e tyre që kanë votuar e vlerësojnë të drejtë këtë vendim presidentit dhe rreth 55% e vlerësojnë e përcilsojnë të gabuar. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, të shfrytëzojmë gjithkohën që kemi në dispozicion, qoftë edhe në komunikimet nëpërmjet telefonit, me mira do të ishte me video call siç kemi bërë gjatë këtyre ditëve. Mirëmëngjes. Urdhëroni përshëndetje. Po mirë, në përgjithësi mirë, jo si jeni. Mirë. Ju dëgjoj. Në të shion mirë, bere qallë që në vana që shion në bëjnë. Bere qellë është tani, nga vjeshta nga dimri, vjeshtë jemi nga dimri, po vemi, kështu që... Më thuaj. Tani themi për të që bëri drejt, shumë mire bëri presidenti që zori të dekretin për zgjedhjet parakoshme. Edhe përveç se kam një shumë tani për këta të des. Po. Monasteri vetëm Sali Berisha mund të arrëzoj, mund më i bashkin. Po të bëhet, po të kandidoj Saliu, po vetëm ai rrëzon atë. Vetëm Berisha mund Manastiriu. Në jo këta emrat e tjerë që janë përmendur. Djep shumë ka pasur propozime dhe apolitike. Ermal Asimja, Edira Çepani, Florian Haçkaj. Ju thoni vetëm Berisha e mund Manastiriu. Po vali Saliu ai fiton. Ai fiton. Okej. Mirë, faleminderit. Po ai fiton. Prandaj që asgjë keq. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, vjemi në komunikim. Mirëmëngjesi. Mund të flisni, jeni në linjë, përshëndetje. Bëni pjesë e programit edhe me video call. Mirëmëngjesi. Nëna, mirëmëngjesi. Ju nuk po ju them që të na merrni kështu me video call etj etj. Përdorni këtë WhatsApp-in apo? Jo, s'dua me u pa në televizor fare. Nuk do të shihesh në televizor, po ke dal të njerë, ke dal një takim duket s'po e përmend edhe ke bërë namin. E kot nuk na del në fakt me mban mend. Po ka dal nomi mu gjithandej. Ke bërë namin gjithandej se ke dal një në televizor një takim. Më thuaj. Po. Për sa i përket këtij vendimi që ka vendosur presidenti, ne të shkretët flasim kotë, se ne s'la duhet gjatë, bëjnë qatë dunë, le të bëjnë, po atë Velian kote futën brenda. Nuk ka kretar bashkie që e bënë në Tiranë. Në Tirana gjithë Shqipëria. Po, prandaj dhe ne diskutojmë se është një... As Manastërliu, as ishin Manastërliu se vendot. Ju thoni që vetëm Velia e bënë në Tiranë, Po ai që e ka mësu punën. Ai që e ka mësu vendimin. Edhe nuk është mirë me i shtrëngu njerëzit ka fort. Është gjynah ke zoti. Nëna. Kush t'ket vjedhje ta laja atë vjedhjen, po burg jo me fut. Nëse ke një mendim, ky indeksimi pensioneve 2.5%... Unë jam të fëllë për këtë pensionet një herë. Unë e kam para një jave. Po? Se t'jë indeksi, duhet fut kretë në burg. Që ato se bëjnë indeksin. Kretë duhet fut në burg. Po pse? Ata që bëjnë indeksin, indeksimin. Ato se bëjnë indeksin e sigurimet shoqërore, se njëni non, se njëni babës. Ato duhet fut kretë në burg me i shunë shpash shmer ditës me i kek zvarë. Po pse? Po pse, ajo është dhe një llogari le të themi e thjesht, në varësi të inflacionit të çmimeve të tjerë bëhet një përllogaritje. Pse të çojnë deri në spaç? Gjithë Shqipërinë
nuk ba më nëze. Gjithë Shqipërinë e kemi ndërtuar ne pensionistat. Gjithë Shqipëria ndërtu për i pensionistave. Mirë, nuk... Si ka mundësi të ishtoj shtjetrit, si ka punu 20 vjetë, 1.000 lek, 2.000 lek, një shishe vaj. Faleminderit. Faleminderit, përshëndes, nuk dua të bëj që të nxesh, kështu që të përshëndes, marrim tjetër opinion, jemi me zë dhe me figurë. Mirëmëngjesi, përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Kush jeni dhe nga na telefononi, sa për të komunikuar dhe për një prezantim? Ramadani nga Malësia e Madhe. Zoti Ramadani nga Malësia e Madhe, kënaqësi. I nderuar që bësh pjesë e programit, më thuaj, ke diçka për këtë çështjen e Bashkisë Tiranës, a pensionet, a ju dëgjoj. Po, Bashkia Tiranës, Po, ka nevojë drejtohet nga kryetari. Kryetarin e kishte, apo kryetarin e largunin. Po? Një njeri që ka punu me shumë përkushtim, me shumë forcë, ka në shumë Tiranën, jo që Partia Demokratike edhe Partia Socialiste në prehin e Partisë Demokratike dhe kështu që ajtë është në mashekua. Okej, tjetër, po tani që presidenti shpalli zgjedhje. Fondet e popullit e publike, Po? ajtë avojnë atë, por besoj që... Okej, le të themi në këtë betejë është me drejtësinë. Tani mënyra si po hetohet e tjerë, ka shumë diskutim, por le të themi në këtë betejë me drejtësinë. Po këto zgjedhjet e reja, ke ndonjë mendim në diçka që janë shpallur zgjedhjet e reja? Po, zgjedhjet e reja... Manastiliu, kush do të jetë nga opozita, si e gjykoni? Kur bashkitë janë pa kryetar, zgjedhjet e reja duhet bëhen, normalisht janë domosdoshme. Duhet bëhen. Tani 2.5% indeksimi, jo indeksi, siç thoshte zonja, se bëj shaka. Dakor, indeksimi. Indeksimi. Ç'më thua? A janë vetëm sa për të marrë një lusë, sa për të një limosh e vogël. Po. Mirë dhe t'ishte rritja pensioneve, jo indeksimi. Mirë, faleminderit. Faleminderit të përshëndes për telefonatën, i mirë pritur në program, ditë të mbarë të uroj, më vjen mirë që bëni pjesë e programit edhe me video call. Këto me do shkutemi pak shumë shkurtimisht për një këshill shëndetësore me shumë interes. Natyra Therapy sjell Prostatol Complex, është zgjidhja ideale, perfekte në besoni, për gjithë ata që kanë probleme me prostatën dhe kanë një bezdisje shumë të madhe dhe vuajnë, absolutisht në këtë mënyrë, themi që vuajnë nga urinimi shpesht. Okej, gjatë ditës le të themi edhe mund të bëhet si të bëhet, por gjatë natës është një shqetësim shumë i madh. Prostatol Complex është zgjidhja perfekte. Ndiqeni dhe rikthehemi. Kalojmë këto mende në një bisedë përpara se të hyjmë me gazetën tema, më vjen mirë, ky është le të themi edhe mesazhi edhe kuptimi që bëni pjesë e programit kur të dëshironi. Ka një kombinim në këto momente të shtypit ditës me bisedat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Jemi në rregull teknikisht. Unë nuk e di se a më shesa unë s'kam drejta. S'ke drejta? Internet me 4G, 5G, që i bje. Je mirë me shëndet, Nikol. Më dukesh mirë nga pamja, nuk e di. Së pari. Rash, ja, kabinin e kena mija. Kabinin e ke mirë, po pjesët brënda kabinës. Okej. Mirë, më vjen mirë se qënke më i qetë sot, edhe kështu të bëjmë bisedën në respekt të programit të njëri tjetrit e gjithë atyre që në ndjekin. Ata që kanë mendimin të njëta me ty dhe ata që nuk kanë. Të lutem, nuk di, ke diçka për temën e ditës, vendimin e presidentit Begaj, dekretin, zgjedhjen Tiranë e tjerë, nëse kjo të intereson pak? Tash vjen e fëmet kabina. Qa? Ndezën motorin. Më thuaj, të lutem se edhe kohën duhet ta shfrytëzojmë. Jepi se edhe kohën duhet ta shfrytëzojmë. Më thuaj. Po më lehë se kam qirë se unë se nuk kam gjatë tjetër vetën një pyetje, e kam për këta diplomatik që i kena këtu në Shqipëri, këta profesus. E ambasadave të shteteve, po? Çfarë pyetje? Të erdhën dritat, mo Nikol? A thu, erdhën patalon, a shikon se... A shikon, jo, po se thua, ja. Futesh në komunikim me shtypit ditës dhe ju në report televizion edhe ndriçon, të erdhën dritat. Pyetja që ke për ambasadorët, më thuaj, të lutem, se është kohë e shenjtë.
ambasadorët jam shesh i kënaqur, vetëm tham shpeshir që pasën pasjet edhe kohrat që ne kanë përveçuar sta shtetet e Evropës, ma nuisën në shqiptarëve, edhe deshta më ju thonë edhe ato ju kanë bënë në i farë rësëmje aty në shtetet të në ato ju kanë që këtë qeverisje shqiptare me djela, me bega, me robota në shqiptar që e bahet Shqipëria veç me një mollar, se në fakt gjithmonë edhe shtëpia, edhe shteti është në 4 kolona. Kurse në Shqipëri ka me një mollar, edhe ka një kolonat. Me një kolon? Po kush është kjo kolon apo kolone vetme? Kush që nga kjo kolone vetme? Tu në Shqipëri, Nikol? Kryetari mafjes shqiptare, amerikane, shqiptare, evropiane, që quhet Edi, kriminali i Shqipërisë. Okej, qa pate? Po, ja, pas pultin se së më godën në krena ja, dhe të dash. Shikoja në YouTube bisedën, sepse tani tash më shi vetëm mua, më drejto mua. A thu e pranojnë këta shtete, këtë modernizim shqiptar me ba hesën vetën me një kohë. Vetëm me një kohë, okej. Dakord. Asnjë gjë tjetër vetëm një kokë si quhet një kry hajdyt. Dakord. Mirë. Faleminderit Nikol. Mirë, unë të thash, të lutem. Jo, faleminderit. Mendim në regjisë. Faleminderit, përshëndes, ishe pak i qetë kur nuk ishe dritat, të erdhën dritat edhe more flak. Por shohem këtë të përditshme me zhvillimin kryesor në numrin e kësaj të je presidenti shkel kushtetutën. Ky zhvillim kryesor nga gazetën Dita do ta kemi në këto momente me njëherë në ekran edhe për të vijuar me gazetën Dita. Okej, kemi një komunikim dhe në pas me njëherë me gazetën Dita. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Më thuaj dhe të dëgjoj me kënaqësi më thuaj edhe njërë të paktën më thuaj emrin. Ta ulterior. Unë jam nga Qerma e Lushjes, jam në Itali për momentin. Nga Qerma e Lushjes në Itali. Emrin zotri. Të lutem. Roçi. Zotri Roçi, të lutem, ule zërin e televizorit, komunikojnë vetëm nëpërmjet telefonit. Dhe më shiko nga telefoni, më shiko mua në sy, sepse biseda del edhe në YouTube në faqen zyrtare të Report Televizioni dhe shikon vetën. Jo, nuk më del tu fytyra ju nga telefoni, nuk del. Jo, kur them shikon në fytyrë, mu drejto mua, mos shikon nga televizori, po nga telefoni. Se kështu ju shikoj unë në sy. Më thuaj, mendimi juaj për temën e ditës, a diçka tjetër çfarë kene? Unë të stë vetëm një mendim. Po. Ne si popull nuk jemi mësuar të jetojmë në demokraci. Ç'do të thotë kjo si jemi mësuar të jetojmë në demokraci? Po që 50 vjet dejtëm me unik pushtet. Edhe 30 se kemi, u bën 80 edhe nuk kthejmë dot, nuk jemi mësuar, nuk dimë që të votojmë për demokraci. Është edhe ky një diskutim i përditshëm, një debat që është komplet. Përsa që partijët e votimit thua i pat kap gjithë ato, tani ka kap këtë krau tjetër, ne si popull po rrim, bëjmë se shikojmë. Po këtu është problematika, se jetoni edhe në Itali. Në Itali për shembull, në Itali unë jam Parma. Në Parma, në Itali unë po lexoja se i shfletova këto mediat italiane, i shfletojmë çdo ditë La Repubblica, Corriere della Sera, ju i dini. Nesër do të ketë një grevë të përgjithshme pro-Palestinës, jo për problemet në Itali, tani ne këtu ju thoni ende komunizmit e tjerë dhe ne nuk reagojmë. Pse pra? Pse jemi gatuar kështu ne? Njek lajme të shpeshtë të tjera, se më ka kriju për shembull, pavarësisht se jemi tepër problemet e shtëpinë, gjithë ato kemi atje ne. Jo, dakor. Pra në Itali protestohet edhe pro-Palestinës, në qytetet caktuara apo. Po edhe kundër, më patjetër, kjo nuk diskutohet. Ne këtu në Shqipëri për të vazhduar atë bisedën, protestojmë për hallet tona. Ne ndoshta për Palestinë mund lidhemi nesër, por për hallet tona nuk dalim ne. Mirë, për Palestinën ka pasur edhe këtu një protest, po aq persona janë mbledhur.
Jo, ne mund të mblidhemi, zoti Roçi, ne mblidhemi në lënë takim partit. Për shembull, sa është data sot? 2 tetor. Bën një parti për një gjë apo për një tjetër. Nuk po mblidhim më, jo. Edhe thot 30 tetor ora 5. Edhe hajde protestësh kjo, mbas një muaji. E kupton për këtë gjë. Faleminderit. Je gazetari mirë që ditë komunikosh me Faleminderit e vlerësoj. Faleminderit e vlerësoj, të përshëndes, të uroj çdo të mirë. Mirupafshim edhe miru dëgjofshim.